Përshëndetje, ja ku jemi përsëri javë e re, uroj të jetë javë e mbar. Nuk do zgjatemi shumë, do fillojmë direkt me parashikimin e javës për ju shenjën e dashit. Do ju them vetëm një gjë, për të rezervuar takimin tuaj në privat, e dini ku më gjeni tashmë. Më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Atë përsa i përket ditës së nesërme, nuk e di se çfarë se di çfarë shqetësimi keni në lidhje me karrierën tuaj, por për ju që e keni, kjo vlen për sa i përket një ambicie tuajën që nuk po ecën ashtu sikurse ju dëshironi ta apo shpresoni, domethënë ambicia është e lartë, kërkesat janë të larta, sidomos ndaj vetes tuaj, por duket sikur diku po ngec diçka. Dhe ju diku ku ndodheni në një të paktën pozicion pune aktuale, duket sikur nuk po arrini më të mirën tuaj, ose sikur po kërkoni dhe edhe më shumë akoma. Unë do i thosha duroni dhe pak, mos u nxitoni, më të mira të vinë nga fundi i muajit, sido që të jetë nesër nëse duhet të diskutoni për çështje të tilla karriere, pune, unë vlej, po pse s'po marr atë që dua, ose gjës të kërkoni të drejtën tuaj, atëherë le të themi beni me qetësi. Mos u nxitoni dhe mos arrini në konkluzione të cilat ndoshta dhe nuk do jenë të sakta. Kështu që thjesht thoni çka keni për të thënë, por jo me insistim të madh, me durim arrihet çdo gjë. Tani përsa i përket ditës së martë, kujdes me shëndetin, sepse me sa duket janë të lidhura puna me shëndetin gjithmonë. Me sa duket e keni lodhur veten, keni punuar më shumë nga ç'duhet, stresi është më i lartë nga ç'duhet, edhe ju nuk po i kushtoni vëmendje dhe rëndësi shëndetit tuaj sa duhet, kështu që vëmendja totalisht kthehet nga shëndeti ditën e martë. Jo se do jetë ndonjë gjë kush e di, por që sido që të jetë ju bën të kuptoni që jeni marrë me 1000 gjëra, por që me të vetmen gjë kryesore që duhet të merresh, shëndeti nuk i keni kushtuar sa duhet rëndësi. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë ju kthen vëmendjen drejt ambientit të punës, pikë së pari po dhe shoqërisë. Në përgjithësi bëni kujdes nga individë të cilët janë manipulator, janë dinak, duan t'ju fusin në përkurthe, dhe kjo vlen edhe përsa i përket dashurisë, dhe përsa i përket karrierës, dhe përsa i përket financave, vlen pak a shumë në të gjitha fushat e jetës tuaj, kështu që bëni kujdes ditën e mërkurë me manipulimin, me individë të cilët janë të tillë dhe me të tilla gjëra mbahen në fundjavë. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte duket sikur ju gjeni një moment reflektimi, do thosha, ndaj atyre gjërave që janë arritur, atyre që nuk po arrihen akoma. Mos e vini kokën jashtë, ju lutem shumë, kuptoni një gjë. Jo gjithmonë në jetë, ajo çka duam të arrijmë arrihet tani për tani. Është edhe proces reflektimi, është edhe proces të mësuarit, është edhe proces pritjeje. Fundja nuk e themi kot shprehjen i duruar, i fituari, edhe ju, përsa i përket ditës së enjte, nëse një objektivi juaj nuk arrihet, ose nëse gjërat nuk ju shkojnë ashtu sikurse ju i prisnit, por mos avini kokën jashtë, siç po ju them, sepse pak më vonë në kohë çdo gjë realizohet. Thjesht ky moment ju duhet për të parë tjetër lloj gjëje, për të parë se sa ju keni durim, sa ju keni besim tek ajo çka mendoni se është e juaja dhe ju takon. Kështu që dita e enjte të tilla tipare ka. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është ditë fati, është ditë fati që nuk ka një emër të caktuar, është ditë fati në përgjithësi. Ditë fati për të arritur një marrëveshje pune, ditë fati për të thënë fjalë të dura personit të dur për të arritur atë rezultatin e dur. Fakt përsa i përket rastësive që vinë në rrugën tuaj dhe që ndihmojnë më kollaj të arrini objektivin tuaj, kështu që ditë fati është dita e premte dhe mundoni ta shfrytëzoni në maksimum. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju jep mundësinë të shpëtoni nga çfarëdo gjë ju mban të lidhur me të kaluar, me mos realizimin, me ngecjet dhe jeni gjithnjë më afër një arritje shumë të madhe, ose ta thuash jeni një hap edhe më afër së ardhmes, arritjeve, mundësive, kështu që çfarëdo gjë sjell dita e shtunë në rrugën tuaj, ju nuk do i thoni jo, do thoni faleminderit dhe do i pranoni krahapur. Besomeni ajo çka vjen ditën e shtunë dhe paraqitet në formë një mundësie, është pikërisht ajo mundësia juaj e art për të bërë diferencën në jetën tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që kuptoni se i ka ardhur fundi një transformimi shumë të rëndësishëm në jetën tuaj, mund të ketë qenë transformimi i cili ka ndodhur brenda këtij viti të fundit,
mund të ketë qenë është një transformim I cili ka ndodhur në këto 3 vitet e fundit, varet se ku do e gjeni veten tuaj, por që zakonisht janë situata të cilat nuk kanë zgjatur pak, kanë zgjatur goxha, varet se sa periudhë kohore mbyllni secili prej jush ditën e diel me këtë pjesë të transformimit tuaj. Ama një gjë është e thënë, duhet të thënë që asgjë prej këtij në vazhdim nuk mbetet e njëjtë, çdo gjë është ndryshe edhe ju jeni ndryshe dhe e ardhmja ju thret për më mirë dhe jo për më keq. Kështu që s'do të jetë largoje diçka, por fillimet e reja janë para në horizont dhe janë shumë premtuese se ato çka jetë detyruar t'i lini pas. Një familje dështuar, një martesë dështuar, një bashkëpunim që nuk eci, një vend pune që nuk I dha atë që prisnin, rëndësi ka, çfarë ishte, rëndësi ka që vjen dhe është shumë shpërblyese. Përshëndetje në këtë ditë të diel përsëri si çdo javë, e dashur shenja ime e Demit, ja ku takojmë përsëri, këto janë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ju nëse dëshironi më tepër, dëshironi të rezervoni për shumë takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe përsa I përket ditës së nesërme, nuk e dini nëse jeni duke u shpërngulur në një shtëpi të re, nuk e dini nëse jeni në përgjithësi duke diskutuar për çështje prona, çështje banese, çështje trashëgimie, çështja durimesh, po lëvizni, po blini një banesë të re, po bashkëjetoni, po nisni bashkëtesë, nuk e di, por sido që të jetë, është një moment shumë I bukur dhe shijojeni këtë momentin tuaj. Përsa I përket ditës së martë, kujdes në qoftë se duhet të angazhoni me çështje të rëndësishme, në qoftë se duhet të merrni vendime të rëndësishme, sepse duket sikur nuk po shikoni gjërat qartë. Duket sikur keni ato syskat siç duken dhe këtu roz dhe u zbukurojnë çdo gjë, ndërkohë që nuk është realiteti I tillë. Kujdes nga njohjet e reja, kujdes me individ të rinj me të cilët u lidh puna, si në aspektin personal dhe atë profesional, mund të jeni duke gabuar diku, ose me dashje doni të gaboni diku, por kujdes sepse ka dhe pasoja. Kështu që përsa I përket ditës së martë, duhet të them kujdes nga konfuzioni, kujdes nga fakti që do të shikoni gjëra më të bukura nga qen ose më të lehta për t'u arritur nga qen. Përsa I përket ditës së mërkur, prisni lajme shumë të mira, sidomos përsa I përket punës, karrierës, objektivave tuaja që kërkoni të arrini. Kjo është e tre mundësive, ofertave, propozimeve për një vend pune të ri, për një iniciativë të re që ndoshta po e ndërmerrni juve vet, për lajme shumë të mira që përsëri kanë lidhen me punën dhe me arritjet tuaja dhe me qëllimet tuaja, ato çka të kërkoni realisht të arrini. Këtu për ju femra tregon një person mashkull të ri I cili vjen tani në jetën tuaj, pra favorizojnë njohje të reja ose po nisin njohje të reja, kanë përqindje të rëndësishme. Përsa I përket juve që prej kohësh jeni në një marrëdhënie në distancë, duket se ky çuni këtu e ka marrë vendimin edhe vjen dhe ja komunikon dhe është gati që të vazhdoni përpara. Dhe përsa I përket juve meshkujve, çfarëdo lloj iniciative po ndërmerrni për realizimin e një ose nisjen e një biznesi si përmarrje të caktuar, duket se çdo gjë ju del me shumë sukses dhe arritje të mirë. Sidoqë tjetër është dita e lajmeve pozitive, dita e mërkur, që sjell edhe zgjidhje problemesh nëse keni pas. Po është thjesht një fillim I ri, një iniciativë dhe që ju del me sukses, nëse do ta themi dhe kaq thjesht. Përsa I përket ditës së enjte, dita e enjte tregon dhe ju tregon në sakt që kur njeriu do dhe kur është I vendosur për të arritur objektivin e vet, atëherë do e arri. Fundja tregon se çdo individ ka aftësinë e vet për të krijuar jetën e tij dhe nëse vërtet ka besim tek te iniciativat që ndërmerren dhe tek idetë që ka për ta ndryshuar, po them, jetën e vet, atëherë çdo gjë është e mundur. Kështu që dhe ju, nëse se pavarësisht ideve që të tjerët kanë për ju, për jetën tuaj, për iniciativat që ju ndërmerrni, për rrjedhët që kërkon jeta juaj të marri, pavarësisht pra mendimeve të tyre, nëse ju jeni shumë të vendosur në arritjen e objektivit tuaj vet, atëherë çdo gjë është e mundur. Jepini një mundësi, sepse duket se fati një mundësi juve po ua jep, mos mendoni për pengesë apo mendoni vetëm për realizimin. Fundja këtu po lulëzoni përsëri, nuk është e lehtë se duket sikur po e nisni nga hiçi, por besoni nëse do të jeni të vendosur, çdo gjë është e mundur, sikurse po ua them. Për çështje shëndeti do të thotë që avash po e merrni veten. Dhe ekonomiko-financiarisht e njëjta gjë, po dhe përsa I përket dashurisë, duket se diçka e re po krijohet përsëri me shumë ngadalësi, po që po krijohet. Përsa I përket ditës së premte, dita e premte është dita që nuk ka për të munguar mbrojtja dhe në formën e intuitës, pra një zë I brendshëm që thotë bëje ose mos e bëj, dhe ju
ndihmon të mos gaboni pikërisht në momente decisive, ose thjesht fakti ju do, ose thjesht universi ju do, merreni si të doni, por asnjë gjë e keqe dhe nëse do të ketë problematika të caktuara ditën e premte, asnjë gjë e keqe nuk ju gjen fare, asnjë gjë, jeni totalisht të mbrojtur dhe çdo gjë ju del shumë mirë, do thosha. Për sa i përket ditës së, ne martëm kurrente për të thënë, por për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që do të merrni vendime të rëndësishme. Këtu ndahen rrugët, këtu çfarëdo vendimi që merrni përcakton destinacionin tuaj në jetë, pra prej këtej në vazhdim. Nuk është një vendim që merret lehtë, për shembull, do qëndroj në këtë vend pune apo do largohem nga ky vend pune. Do qëndroj në këtë marrëdhënie apo do largohem nga kjo marrëdhënie. Varet se çfarë intuita juaj e brendshme ju thot. Të jem apo të mos jem me këtë person, të jap apo të mos jap mundësi, sidoqë që të jetë kjo është diçka që thash juve vendosni vetë, nuk ju ndihmon dot dikush në marrjen e këtij vendimi, por di të them që prej këtij në vazhdim vendoset e ardhmja juaj ose fati juaj, kaq e rëndësishme është që vendosni me kujdes. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e dielçën si ka, çdo gjë është e mundur për t'u arritur. Jeni të mbrojtur, tash dyer ju dele njëta letër me pothuajse kuptim të njëjtë. Në cilën do situatë jeni, sado e vështirë jetë ajo situatë, sido që të jetë krijuar kjo situatë, dhe çfarë do lloj vendimi të merrni, besomeni keni mbrojtje për të mos gabuar dhe çdo gjë ka për t'ju dalë për mirë, dhe keni për ta parë këtë gjë. Dhe do ju duket rastësi, por vetëm rastësi nuk ka për të qenë. Ekzistojnë gjëra që janë shumë për te nesh, dhe ju e kuptoni këtë gjë pikërisht të premten dhe të shtunën, të dielën me sa parë të kuptoj. Përshëndetje është një binjakve në këtë ditë të diel, si gjithmonë ditë të diel në bëj parashikimet e javës. Kështu që do ju uroj një javë sa më të këndshme, me fat, çfarë të doni ju tjetër, po përshëndet mbi të gjitha. Dhe nëse dhe dëshirën e keni për të rezervuar takimin tuaj në privat, atëherë mund të më kontaktoni në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së nesërme, jeni larg vëmendjes së të tjerëve, ose të paktën nuk do dëshironi me asnjë gjë në botë të bini në sy, për më tepër keni dëshirë të tërhiqeni, të qëndroni pak vetëm, më njanë, të reflektoni mbi atë çka keni arritur deri më tani, po dhe çfarë kërkoni të arrini prej këtej në vazhdim. Them se keni pak punë për të bërë me veten nesër, dhe vendimet që keni për të marrë janë shumë të rëndësishme. Çfarë të them, është thjesht një proces shumë personal, kështu që nuk di se çfarë të them më shumë se kaq. Por kështu ju gjen dita e nesërme. Përsa i përket ditës së martë, duket se këtu jemi në fazë komunikimi. Çfarë komunikimi do më thoni ju? Çfarëdo gjë që ishte e vjetër dhe rikthehet, që nga një bashkëpunim i vjetër që ja jap një mundësi, që një person që kthehet nga e kaluar dhe ndoshta po ju kërkoni një mundësi ose jeni ju që po i kërkoni një mundësi këtij personi, pra jemi në përpjekje sipër për të arritur një farë kompromisi për të ulur tonet e larta dhe debatet dhe për të gjetur një rrugë të mesme realizimi se si do me thënë mund t'i bëjmë gjërat që të funksionojmë. Dhe ç'është e vërteta që të mund të funksionojë diçka, çfarëdo lloj gjë qoftë në punë, në aspektin personal, në dashuri, në kudo e keni këtë gjë, nëse nuk ka kompromis, asgjë nuk mund të arrihet. Atëherë përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e përpjekjeve, e vështirësive, do të thënë te mërkur nuk ju vjen kollaj, ka shumë sfida brenda kësaj dite, por edhe finalizohet me shumë sukses. Dhe përsa i përket një çështje me natyrë ekonomiko-financiare, dhe përsa i përket shëndetit tuaj nëse keni pas probleme, përsa i përket një marrëveshje të rëndësishme pune, përsa i përket prindërimit, çështje të prindërimit ose çështje familjare, pra, çfarëdo gjë që vjen me karriere, çfarëdo gjë që vjen me sfidë pra në jetën tuaj ditën e mërkur, besomeni, nëse do arrit të rezistoni, nëse do përdorni atë forcën e vullnetit dhe të sedrës, jo të sëmur, po të sedrës së shëndetshme, atëherë çdo gjë është e mundur brenda kësaj ditës së mërkur. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që boll lejuat të tjerët të kontrollojnë jetën tuaj. Boll u bët ju lodra në duart e kujdo do të drejtoj të ardhmen tuaj. Këtu ka ardhur momenti të qëndroni fort në këmbët tuaja,
të pranoni realitetin se si është, as i bet fjalë, dhe të ngrini zërin dhe të thoni boll mjaft me kaq. Kështu që ky është momenti i art për të kuptuar se jeni të manipuluar, ju kanë mashtruar, ju kanë udhëhequr gabim nëse doni dhe kështu, dhe as pak nuk keni pasur ju drejtimin e jetës tuaj, po të tjerë kanë pas të drejtën mbi ju dhe jetën tuaj. Kështu që tani është momenti ju ta merrni situatën në duart tuaja, ju të kërkoni të drejtën tuaj, të largoni këta individ nga jeta juaj dhe të jetoni jetën siç ju gjithmonë e keni dash ta jetoni atë. Ju jepet mundësia ditën e njëjtë të bëni diferencën pra në lidhje me çështje të tilla. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e distancimit. Duket sikur keni shumë e nisni kështu javën dhe edhe dita e premte kështu duket sikur mbyllet, do të thënë kam nevojë të distancohem, kam nevojë të largohem nga njerëzit, kam nevojë të qëndroj vetëm, kam nevojë të shikoj gjërat çik për së largu për të reflektuar dhe për të kuptuar se ku jam dhe se ku dua të arij. Pra, dhe dita e hënë edhe dita e premte janë ditë reflektimi mbi atë çka jeta juaj ka arritur të jetë dhe atë çka dëshironi që të jetë prej atij momenti e në vazhdim. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë tregon ja ku jemi, do me thënë distancë këtej, distancë andej. Dhe normalisht kjo lloj distancës do mos në partnership ose me partneren, nëse keni distancë kilometrike apo edhe fizike, do të thotë thjesht nuk merremi vesh, jemi ftohur, marrëdhënia jonë është ftohur, këtu duhet të gjendet një farë zgjidhje, duhet të gjendet imediate. Do me thënë këtu nuk mund të shtyhet më tepër situata, ditën e shtunë do diskutoni për këtë çështje dhe duhet të gjeni me se s'bën një zgjidhje. Uroj të ketë. Për sa i përket ditës së diel, ose nuk do ketë, dhe varet se çfarë do rezultojë nga ajo çka do diskutohet dhe do shihet ditën e premte, ditën e shtunë, dita e diel, nëse nuk arrihet asnjë kompromisi, nëse nuk arrihet një farë mirë kuptimi, atëherë duhet të pranojmë që duhemi, sigurisht duhemi shumë, sigurisht që e respektojmë shumë njëri tjetrin, por nuk mund të vazhdojmë më bashkë. Dhe këtu rrugët tona ndahen. Kështu që kështu, të dashurit e mi. Përshëndetje shenja ime dashur e Gafores, e vuajtur e ime Gafores, por që hajde se më të mira do vina avash dhe gjithmonë për mirë duhet të shpresojmë. Kjo është një javë re, kismet i ri, urojmë çdo gjë të vej shumë mirë edhe për ju dhe mos harroni, nëse keni dëshirë të më kontaktoni, këtë e bëni vetëm duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përse i përket ditës së nesërme, kujdes, u bë një kohë shumë e gjatë dhe nuk di që nga ta nisi nga qershori, aj se po e nisi nga qershori që në këto fazat të dyshimeve, në fazat e mashtrimit, pra dikush duket që po ju mashtron, ose po kërkon të ju mashtroj dhe ju nuk e di pse pas here bini pjesë të ndimit, kështu që kujdes, dita e nesërme është 100% e tillë, pra dita e hënë, siç nisi java, kujdes bisedat që do të bëni, kujdes premtimet që do të jepni ose do ju bëhen, asnjë nuk është e vërtetë, ka shumë gjasa që të manipulojeni, të mashtrojeni dhe më pas ta pësoni. Nëse sot jeni ju ata që do të luani këtë lloj loje, do ju eci sigurisht, por që do e pësoni shumë gjatë vazhdimit, kështu që me kujdes. Përse i përket ditës së martë, lajme të mira, shumë të bukura, dhe të mos harrojmë që jemi i përkasim djediçve të ndryshëm dhe jemi shumë të ndryshëm nga njëri tjetri. Kështu që mos ju bëj çuditje nëse e them një gjë kështu dhe e them një gjë pastaj ashtu, sepse varet se kujt me kë korespondon ose kujt i rezonon kjo gjë që po them. Kështu që dita e martë sjell një lajm shumë të bukur që ka lidhje me Shtatzani, që është e dikujt tjetër, pra është një personi juaj shumë të dashur që ka vuajtur për këtë çështje dhe tani u finalizua apo realizohet, ose ju vetë, ata të cilët keni kaluar vështirësi të caktuara me çështje prindërimi dhe tani shoqërozot me një lajmin e shumëpritur që do arrihet kjo gjë u bë. Përsa i përket ditës së mërkur, për ju të gjithë që keni ndryshuar totalisht jetën tuaj, pësuat një fazë të madhe transformimi, por diçka mbeti ashtu si fundi vogël në thëmbrën tuaj, keni mundësin tani edhe këtë gjë ta largoni njëre për gjithmonë dhe të vazhdoni më tej me jetën tuaj të re që është krijuar dhe po krijohet shumë e bukur. Tani, çfarëdo gjë mund të jetë e mundur për sa i përket kësaj gjëje, mund të jetë një ide, mund të jetë një mendim që nuk ju shërben më, mund të jetë një fobi e juaja që s'duhet të ekzistojë më, mund të jetë një nuk e di,
çështje e cila i takon totalisht të kaluarës dhe s'mund të vazhdojmë më prej këtej në vazhdim, pra çfarëdo gjë nuk ju nevojitet më, i kanë momentin ta hiqni qafë, ta largoni nga jeta juaj, ashtu si ajo fara e lig që nuk të duhet më në kopshtin tuaj të bukur të lulëzuar, sepse ju aprish çdo gjë. Tani, për sa i përket çështjeve të shëndetit, për gjithë juve që nesër them, të gjithë juve që ditën e mërkur keni rezervuar, dini, lodhja bën të vetën. Pra, keni mbyllur sallën, nuk e di s'ta them, e operacionit për të kryer një ndërhyrje, atëherë duket se është e nevojshme kjo gjë dhe uroj që çdo gjë t'ju shkojë për mirë i bie. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita që kuptoni se kur diçka i vjen fundi dhe ka mbaruar, kur kuptoni diçka më të thellë se kaq, kuptoni arsyen pse. Pra, dita e enjte është ajo që vë të kuptoni se mirë që larguan individ nga jeta juaj, në shoqëri, në dashuri, si bëhet fjalë, se për dashuri bëhet fjalë më tepër. Po përse do të ndodhte ashtu? Sepse në jetën e secilit prej nesh, ose në jetën e secilit, të gjithë ne jemi kalimtar, dhe diku do japim më shumë, diku do japim më pak, diku do qëndrojmë dhe diku jo. Kështu që ju kuptoni se si jeta e ka. Që kur ikën dikush, vjen dikush tjetër dhe se ikën sepse kaq kishte për të dhënë. Do zvendçohet nga dikush që ka për të ofruar më shumë. Kjo është pikërisht mesazhi ose ajo çka arrini të kuptoni ditën e enjte në lidhje me marrëdhëniet tuaja dhe individ që janë larguar ose po largohen nga jeta juaj. Pra kuptoni motivin e vërtet pse ndodh kështu. Në martë e mërkure e enjte. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte sjell një situatë të çuditshme, të padëshiruar, lajme të cilat mund të rëndisin, ide të cilat ju shokojnë, ndoshta edhe për veten tuaj, mund të arrini atë pikë sa të kuptoni diçka në lidhje me veten tuaj, me sjelljen tuaj që ju shokon dhe juve vetë dhe çuditeni dhe ju me veten, ose lajmet që do të dëgjoni do jenë të tilla, më shokuese. Por sido që të jetë vjen diçka e papritur, e paparashikueshme, ju shkon vendit, por nuk është për më keq, është për më mirë. Është një moment reflektimi, është një moment për ta përshtypur dhe për të kuptuar se si duhet gjërat realisht të jenë, ku keni gabuar dhe si mund të korrigjoheni, dhe vetëm në raste shumë të veçanta ku vërtet keni bërë gabime të mëdha, atëherë kjo mund të jetë edhe dënimi. Kështu që varet se si secili prej jush e premtja kjo. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë dikush vjen dhe ju thot diçka, është një në mirëbesime si përsigurisht, ju mund ta shfrytëzoni më vonë, mund ta mbani pra si arsenal armë të fortë, ta përdorni atëherë kur do ju duhet më tepër se kur. Por që ditën e shtunë dikush do vite ju thot diçka dhe është një goxha sekret, është një goxha konfesion, si e themi, në mirë besime si gjithmonë, por që është një informacion i cili do ju hyjë në punë pak më vonë, ajo çka do merrni vesh. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita përsëri ku ndahet shapi nga sheqeri, do thotë që se ndodh një ndarje është përfundimtare. Në qoftë se merrni një lajm, çfarë do lloj lajmi qoftë ai, do thotë që ka mbaruar puna, është zgjidhur çdo gjë, është lajmi i fundit, si tua them nuk e di, por që nejse sjell ndarje, me thënë të drejtën, me thënë sjell fundin e një marrëdhënie, sjell një lajm shumë të rëndësishëm nga shtetin, nëse lidh puna me shtetin ose me autoritetet e shtetit, është momenti që kuptoni se jeni vetëm, por që ju pëlqen kjo vetmia juaj, do të thënë sepse jeni rritur, jeni maturuar, e dini se kush jeni, dhe fundja mund të jeni dhe ju ata të cilët jepni ultimatumet ditën e diel, për ato çka realisht keni vendosur. Jemi apo s'jemi, do vazhdojmë apo s'do vazhdojmë. Ajo çka tjetër duhet vënë re dhe duhet thënë, është se ditën e diel ajo çka përfundon përfundimisht. Dhe nuk mund të zgjatet më shumë se kaq. Dhe vendimet që merren janë përfundimtare. Kështu që me kujdes ju lutem shumë, sepse nuk i dihet se çfarë përfundoni, por nuk keni më mundësi ta ktheni pas. Dhe për të gjitha ato problematika që marrin fund këtu, marrin fund njëherë për gjithmonë dhe nuk do përsëriten më.
Përshëndetje dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe për parashikimet e kësaj jave për shenjën tuaj, shenja ime e dashur e Luanit. Ju uroj një javë sa më të mbar, uroj të shkojë mirë dhe nuk harroni që për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket tani ditës së nesërme, vetëm frika ju limiton, vetëm frika ju pengon dhe asnjë gjë tjetër më shumë se kaq. Kjo është pikërisht ajo gjë që do kuptoni nesër pas një përballje që do të keni me veten tuaj, por ndoshta edhe me individ që do ua përplasin këtë gjë në fytyrë, ndoshta një situatë që do të krijohet nesër do ju bëj të kuptoni pikërisht këtë gjë, që e humbët mundsinë vetëm nga frika, vetëm nga pasiguria. Unë do të thosha me që jemi para kohe, nëse nesër paraqiten mundësi nga më të ndryshmet ose vini përballë me situata të ndryshme, kuptoni se i vetmi limitacion që keni dhe që ju largon nga suksesi juaj është frika juaj, kështu që mjafton ta mposhtni atë, mjafton ta shikoni realitetin me atë sy që vërtet takon ta shikoni, pa frikë, atëherë çdo gjë është e mundur. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë, nuk e di, dita e martë nxjerr në pa faktin që jeni me një person i cili nuk i ka dashur kur, nuk ka pas një karshijush, vetëm ajo që ka dashur është interesi personal vetjak. Kjo vlen edhe për sa i përket, sidomos për sa i përket marrëdhënieve në çift, por kjo vlen edhe për sa i përket bashkëpunimeve, që shumë mirë mund të vihet re se me një person që keni bashkëpunuar nuk ka qenë i sinqert me ju, nuk është se ka qenë dashamirës, pra ka dash të përfitoj dhe ju këtë gjë pikërisht të kuptoni ditën e martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë ju thot asgjë nuk arrihet vetë, po tundu shkundu dhe mundohu të kapësh atë realizim që do takon të kesh. Pra ky është momenti i reflektimit, i zgjimit do thosha, dhe i të kuptuarit se në jetë asnjë gjë nuk të falet. Asnjë gjë nuk të vjen vetvetiu. Duhet të përpiqesh, duhet të mundohesh, duhet ta ndash mendjen dhe çdo gjë është e mundur. Kështu që për sa i përket një situate që duhet t'i jepet një farë zgjidhje, duhet t'i jepet një farë drejtimi, atëherë lëvizni vendin dhe jepjani këtë drejtim dhe jepjani këtë përfundim. Çfarë do të gjë qoftë kjo, do ka mbetur pezu, nga kon juve ta zgjidhni, por nuk mund të bëhet duke ndetur juve duar kryq, duhet të lëvizni vendin. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e sigurisht jo. Ju jeni persona që egocentrizmi juaj, narcisizmi juaj, ju bën të vuani edhe vetë. Plus kjo është ndjesia e fajte, por të gjithë juve që diku keni bërë një farë gabimi, diku e keni shkelur, ose po me vedije, po e ripërtërini, po e ribëni një gabim, atëherë është ai momenti i vetë shkatërimit. Do të thënë kujdes se vërtet kjo është letra e vetë shkatërimit, është letra e vetë gjykimit shumë të ashpër që të çon domethënë në gabim më shumë se sa në reflektim. Është pikërisht ajo letër që tregon që nuk duhet të lejoni individ të caktuar të cilët ju bëjnë të ndiheni keq, t'ju vënë poshtë. Kujdes me personat që kthehen dhe kërkojnë një mundësi tjetër sepse nuk e kanë seriozisht, domethënë thjesht duan t'ju tregojnë se janë ata mbi ju dhe ju nuk ja arrini dot. Kujdes nga argumente me persona të cilët janë prepotent, janë arrogante dhe dini shumë që s'keni për t'ia dalë dot me ta. Në përgjithësi bëni kujdes nga situata të cilat ju aulin vetbesimin dhe ju bëjnë të ndjeni të vegjël, të pakët. Kujdes pra, kujdes. Për sa i përket ditës së premte, për sa i përket ditës së premte, karma do bëj punën e vet, sigurisht, dhe ju do kuptoni që vërtet në jetë u mbasim nga një ran, po u mbasim për të fituar nga një anë tjetër. Dhe kjo është pikërisht ajo gjë që kuptoni pse duhet të humbisnit diçka, përse ishte aq e nevojshme të ndodhte kjo gjë, dhe ajo çka do ju vi si përgjigje është sepse meritonit më tepër. Për shembull, ndat nga një person e vojtët shumë u mërzitët, nuk e di, por ja ku po shpërbleni me një lidhje të re. Ikët nga një vend pune, ju pushuan, sigurisht e vuajtët, por që ja ku po arrini një vend pune më të mirë, ose të paktën nëse akoma nuk po arrini dot ta kuptoni ka gjë, them se do e kuptoni pak më vonë. Pikërisht të gjithë po ju them. Por sido që të jetë arrihet balanca në jetën tuaj, arrihet ekuilibri më në fund. Kjo është dita e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e dashurisë, nëse doni kështu, po e cilës dashuri, asaj që jep mundësinë të vinë jetën tënde. Do me thënë, nëse doni që diçka e re të vinë jetën tuaj, nëse doni përsëri të ndjeni
të ndjeni të dashuruar, të ndjeni të lumtur, atëherë duhet të kuptoni se zemra duhet të qëndrojë e hapur, duhet të jep një farë mundësie. Kështu që jeni të hapur përsa i përket kësaj gjë ditën e shtunë, çdo gjë është e mundur. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel ju bën të kuptoni se jeta e ka me faza, jeta e ka me momente, jeta kështu e ka. Ikën një sken, vjen një sken tjetër, çdo gjë ndryshon, çdo gjë përtërihet, është një surprizë e madhe. Atje ku mundove se humbe, aty fiton diçka më tepër. Kështu që kështu mbyllet java për ju me këtë mesazh kaq të bukur, i cili ju tregon se për sa kohë jemi gjallë, për sa kohë jetojmë, atëherë çdo gjë është e mundur. Dhe nuk ka rëndësi se sa keq kalojmë, rëndësi ka që pas çdo vështirësie, gjithmonë përsëri lind një diell dhe është ai dielli i mundësive. Dhe i arritjeve, dhe i suksesit, dhe i lumturisë, pse jo. Përshëndetje shenja ime e bukur dhe e dashur e Virgjëreshës, që nuk e di, jeni të lodhur çik të muaj, me të drejtën, deri datën se di sa ka data e ka mundur çik. Sot data 13, qëse sot data ishte 13, apo varet se kur është data 13. Atëherë, po, kemi një moment ku Afrodita u takoi çik atë Saturnin nga shenja e Peshqve dhe nuk i ka një dy fjalë për t'i thënë. Ka një dy fjalë për t'i thënë dhe ka një dy ankesa për t'i bërë. Dhe po fjalët janë të ashpra dhe po ato që thuen janë fjalët si do në gjua kocka s'ka, po kocka thyen, dhe po kam përqen të ashpra fjalë që do thuen dhe do mbeten për një kohë shumë të gjatë në kujtesën e secilit duhet të mbeten. Por kujdes me ekonomi dhe financat njerë, se Afrodita përfaqëson edhe këto, aty mund të tregoj që dikush bërë një gabim, ose është moment reflektimi për të mos gabuar më shumë, dhe në përgjithësi të thuash fjalët që thonë janë të ashpra, mendimet janë çik të ngurta, e merat. Më tepër ju të 10 ditësh të fundit i keni këto. Sido që të jetë për parashikime personale, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Unë ju uroj një javë të mbar dhe përsa i përket ditës së hënë, po. Më në fund shkëpusni marrëdhëniet, lidhjet me toksiciteti, ko duke fola për Afroditën me Saturnin, aty jemi. Kështu që për ju të 10 ditësh të fundit, me të vërtet kjo është një mundësi e artë për të hequr qafet çfarë do gjë ju lidh me toksicitetin, me vështirësinë, me ndjesitë negative, me mendimet negative, me persona negativ, me vesin, të gjitha këto mbarojnë këtu. Ditën e hënë jepet mundësia që një etapë të tillë, në 4 ori, sepse normalisht po kemi dhe zhurma jashtë. Atëre, një kapitull i madh jetës tuaj po i lodhshëm mbyllet këtu, le ta themi. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë, ku do shkoni më? Isha ta mbyllni këtë toksicitet ose këtë mos realizim ose këtë çfarë do gjë qoftë me një udhëtim. Shumë prej jush mund të keni vendosur të udhëtoni ditën e martë. O të udhëtoni për qef në partneren tuaj, ose thjesht kaq, sepse dita e martë të tilla gjëra ka, ose ndoshta vjen një ftesë për të qenë prezent në dasmën e dikujt. Nëse është kështu, shkoni, sepse atje edhe mund të takoni persone jetës tuaj. Mundet. Tani përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkurit tregon se mirë është ndihmosh të tjerët, por ç'kuptim ka në qoftë se nuk ndihmon pikës të pari veten tënde, kështu që në qoftë se deri më tani të gjithë kanë shkëlqyer për faktin se ju i keni ndihmuar, por ju keni qëndruar brapa kuintave, brapa skenave, tani ka ardhur momenti që të merrni meritat tuaja edhe ju. Ajo çka kuptoni ditën e mërkur është se kur ja fal fatin tjetrit, thua po mua pse unë bëj të mira, po ti bën të mira, po për veten tënde çfarë bën. Kështu që pikërisht të gjithë kupton ditën e mërkur, se që të vijë mira, duhet ta duash të mirën, duhet ta ndjellësh të mirën dhe duhet ta kërkosh dhe për vete. Pra, të insistosh dhe pak për veten tënde. Kështu që e hënë e martë e mërkur është kjo. Përsa i përket ditës së enjte, dita enjte është dita që do i them një urime ja dolët. Pra, mund ta lidh me ditën e mërkur, që sidoqë të jetë dalë në pa aftësitë tuaja, ju keni mundësi të shkëlqeni në para sken dhe jo në prapa sken, për një objektivin tuaj të rëndësishëm, për një mundimin tuaj, mundimin tuaj në ambientin e punës, ose në aspektin personal, ju duket se arrini diçka të bukur, dhe ne do ju themi urime lartë e më lartë. Kështu që çfarëdo gjë mund të jetë, që nga një propozim për fejesë martesë bashkëtesë, që nga një rritje në detyrë, që nga një propozim shumë i bukur në lidhje me karrierën tuaj,
që nga një çështje shëndetësore që del me sukses, çfarë do gjë që dita ite sjell sukses dhe ne ju themi urime lart e më lart të më mirë se kaq. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është mbyllja e cikleve dhe por lutem sigurisht që kështu është. Mos ta harrojmë që Saturni ndodhet në Peshk, do qëndroj dhe për pak aty para se të vendoset totalisht në shenjën e dashit përfundimisht, por që nga ky pozicion që është, ju ndihmon të mbyllni ciklet të rëndësishëm, të rindërtoni dhe të risistemoni jetën tuaj, dhe këtu po kuptoni se kur diçka i vjen fundi, i vjen përfundi atë shpërblesh me diçka më të mirë. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që dikush të ka ndarë ende mendjen, do jetë apo do jetë me ju, apo ju do jeni apo s'do jeni me atë, duhet ta ndani mendjen pra se çfarë do bëni në lidhje me një marrëdhënien tuaj në çift. Këtu do të jetë përfundimtare dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel ju sjell zgjidhje të një problemi. Këtu duket shumë qartë që nëse deri më sot e shikonit realitetin përmes vrimës së Chelsea-t, atëherë nuk mjaftoni vetëm me kaq, jeni të gatshëm tashmë të hapni derën ta shikoni situatën për atë çka është. Kuptoni se nëse diçka përfundon ditën e diel, atëherë punë e madhe se do iki, krijon mundësi edhe më të shumta për realizime edhe më të mëdha, diçka që mund ta zbuloni ditën e diel ju hap syt në lidhje me realitetin që në të cilin vërtet jetoni, punoni, bashkëjetoni, çfarë do gjë qoftë, por sido që të jetë është dita e mundësive dhe është dita e mundësive për sa i përket hapjes së syve, kuptimit të se si gjërat funksionojnë, të mundësisë së mbylljes së kapitujve dhe hapjeve të kapitujve të rinj, e me radhë. Kështu përfundon java pra. Përshëndetje peshores dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që uroj të jetë e mbarë, të shkojë mirë, sido që të jetë për të rezervuar takimin tuaj në privat, mos hezitoni, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Dhe përsa i përket ditës së nesërme, dita e nesërme, ja ku jemi ende në Vjesht edhe është momenti që ju ende korni sukses, por mbi të gjitha po shpërbleni për të gjithë punën e palodhur që keni bërë deri më tani. Pra është dita e, sikur se thash, e vlerësimit, e arritjeve, shpërblimit, nëse doni të kështu, dhe është dita që të korni suksesin tuaj edhe sukses që keni të merituar. Përse i përket ditës së martë, vazhdojmë me po të njëjtën linjë, këtu edhe në aspektin personal gjërat po bën serioze, jeni gati për të nisur një bashkëtesë ose po mendojeni seriozisht për të për të lidhur një martesë, fejesë, për të nisur pra familjen tuaj edhe ju po merrni pra përsipër angazhime, por është ditë shumë e bukur dhe përsa i përket bashkëpunimeve të rëndësishme, në qoftë se më tepër e keni të kthyer vëmendjen nga karriera juaj. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur ju tregon që kujdes me neglizhencën, sepse ju kushton goxha. Pra, mundohemi të mos jemi neglizhent, mundohemi të jemi vigjilent, kujdes me çfarëdo gjë mund të jetë kaotike në jetën tuaj, kujdes me shëndetin tuaj, nëse nuk keni treguar mjaftueshëm të kujdesshëm, mund të keni probleme me shëndetin dhe mund të shkaqen sëmundje kronike gjatë kësaj periudhe. Kujdes me portofolin tuaj sepse mund të keni shpenzime të parashikuara. Kujdes nëse ju kërkojnë para nuk i jepni, po as ju nuk kërkoni sepse nuk i ktheni dot më, dhe në vija të përgjithshme rikthehen probleme nga e kaluara që duhet me sezon ti ktheni. Të them tani që kjo është situatë e përkohshme, nuk e them dot sepse është e përsëritur dhe e mi përsëritur. Kuptoni që ky është ai lloj problemi të cilin po nuk u angazhove me të nuk zgjidhet vetvetiu, kështu që ka ardhur momenti për një çështje familjare, ekonomiko-financiare, në çift, me shëndetin tuaj, çfarëdo gjë qoftë, jeni detyruar të angazhoheni me të derisa të gjeni zgjidhjen e përfundimtare. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që keni nevojë të tërhiqeni nga bota jashtme, keni nevojë të reflektoni, deri diku mund të themi që të qarta keni mendimet, po jo 100%, ende jeni në moment reflektimi, ende edhe vetë po kuptoni se çfarë duhet, çfarë nuk duhet, çfarë duhet bërë. Nuk është akoma momenti sigurisht për të marrë vendime të rëndësishme, por që sido që të jetë jeni në pauzë. Momenti i parë kur do të jeni gati për të vazhduar përpara, do të jetë dhe momenti i suksesit tuaj. Por që në përgjithësi, përsa i përket ditës së enjte, do i thosha më mirë reflektoni, më mirë tërhiquni nëse keni nevojë ta bëni kështu, më mirë të heshni se sa të thoni ndonjë gjë që nuk duhet thënë, ose të veproni mbi diçka që nuk duhet vepruar. Përsa i përket tani ditës së
premte, dita e premte si që tash u thot dorëzohu dhe lëri gjatë rrjedhin vetvetiu. Pra, lëreni jetën t'ju çoj atje ku ka shkruar t'ju çoj. Mos e kundërshtoni fatin tuaj, po thjesht lëreni të shpaloset ashtu para syve tuaj. Ju lëshoni, dorëzoni dhe çdo gjë ka për të shkuar mirë. Nuk ka asgjë të keqe në momentet e caktuara të jetës tonë dorëzohemi. Ndoshta është edhe zgjedhja më e dur që mund të bëjmë dhe më sakta. Përsa i përket pra kjo ishte dita e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë sjell lajme shumë të mira përsa i përket punës, por që nuk mund të bëhen akoma publike. Pra janë lajme, janë biseda, janë diskutime të cilat duhet të mbeten prapa kuintave. Ju jepet mundësia juve që jeni vetëm të takoni personin e jetës tuaj. Kujdes, juve që jeni një marrëdhënie në çift edhe nuk e di, duke se po shkisni një çik dhe keni vendosur dhe persona të tjerë në jetën tuaj, po bëjnë një objekt bisede dhe këto biseda do arrin dhe në veshët e personit që s'duhet të arrin dhe ndaj do krijohet një problem i madh. Kujdes pra me këtë pjesë. Por sido që tjetë, nëse do flas për çfarë kjo letër favorizon, do thosha ekonomi dhe financa, keni mundësi shumë të mirë për të bërë marrëveshje të rëndësishme ekonomiko-financiare ditën e shtunë. Ju ndihmon në çështje pune, ju ndihmon në çështje studimore, ju ndihmon në përsa i përket vigjilencës dhe përsa i përket intuitës, pra që do të merrni vendime të rëndësishme, bazoni tek intuita juaj dhe në përgjithësi le të themi lajmet që merrni janë shumë të rëndësishme dhe janë ju çojnë hapa më tej. Përsa i përket tani ditës së diel, dita e diel do mboni kujdes sepse nuk e di se kë do takoni, nuk e di me kë do përballeni, është një person shumë i joshës, që di të thot fjalët e dura, që di premtoj fjalët e dura, por në fund të fundit nuk është tjetër veç se një mashtrim i madh edhe pse ta pësoni. Kështu që kujdes me ditën e diel, java 50/50 do thosha, nuk është keq. Përshëndetje shenja Akrepi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që uroj të jetë sa më e mbarë, të shkojë sa më mirë, sido që të jetë për parashikime personale, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 dhe unë nis direkt me parashikimin e javës për shenjën tuaj, që ditën e ëndër tregon kontrata për karrierë, vendime shumë të rëndësishme që merren lidhje me marrëdhënien tuaj në çift, pra për çfarë do lloj angazhimi të rëndësishëm që zotoheni ta çoni deri në fund. Kështu që shumë prej jush po ndani mendjen për ta çuar më tej, për ta bërë më serioze një marrëdhënie në çift. Shumë të tjerë po merrni propozime ose po ju bën oferta në lidhje me karrierën tuaj. Shumë të tjerë po nënshkruani kontrata të rëndësishme, sido që të jetë ja ku jeni dhe shumë bukur ju vjen, them më tepër këtu ndikojnë ju vetë 10 ditë të fundit fare. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë shumë e bukur përsa i përket japë, është vazhdimësia e ditës së hënë, diçka shumë e bukur po vjen jetën tuaj, ose jeta juaj po merr një drejtim shumë të bukur. Çfarë do gjë qoftë kjo lidhet me suksesin, lidhet me arritjen, lidhet me bashkëpunime shumë të rëndësishme, shumë fitimprurse, lidhet me imazhin tuaj publik, do të thotë nëse ju jeni në art, nëse jeni personazh publik, ose tentoni të bëheni të tillë, nëse jeni në botën e artit, të muzikës, të sportit, të çfarëdo gjërash që të spektaklit, atëherë duket se çdo gjë po shkon mirë. Por tash edhe nëse se qëllimi juaj është të fejoheni, martoheni, bashkëjetoni apo çfarëdo gjë qoftë, apo thjesht po arrini një marrëveshje shumë të rëndësishme, kontrate pune, atëherë si të thuash jeta juaj është pikërisht si ai kopshti që po lulëzon dhe gjërat duket se po ju ecin shumë mirë. Të paktën kështu keni për ta konceptuar ditën e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita që dalim në një takim në çift, edhe ne që jemi çift, të kujtojmë edhe njerëz se si ishin ato ditët tona të arta, pra date night, tamam, do të dalim në takim dhe rikthejmë të kaluarën, dhe argëtohemi dhe kujtohemi, po dhe ju që jeni vetëm me sa duket do keni mundësinë për një njohje të re dhe të shihoni shumë këtë darkën e ditës së mërkurë. Pra favorizon shumë dashurinë më tepër. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju thotë që sa kohë do mbasësh më duke u menduar, stërmunduar nëse duhet të hedhësh hapin apo duhet të mbetesh në vend numër. Pra keni çuar dëm shumë mundësi
deri më tani nuk duhet më të shpërdoroni dhe këtë mundësi të fundit. Për çfarë do gjë qoftë, për të marrë iniciativë lidhje me punën tuaj, për të bërë një kërkesë, për të ndryshuar jetën tuaj, për të dalë nga një situatë negative, nuk e di çfarë do gjë qoftë, hidhni hapin tani, nuk mund të mbisni më shumë kohë. Që ta kuptoni ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që i kushtojmë rëndësi dhe vëmendje vetes, me një masazh, me një orë thjesht të rish vetëm aty, të dëgjosh një muzikë të thjeshtë, të shikosh një film, të dëndesh në çokoladë e ndonjë gjë tjetër, edhe thjesht të mendosh se bota s'ekziston, po ekziston vetëm ti. Pra është thjesht një moment relaksi, dita e premte që ja keni për detyrë vetes tuaj, për t'u rikarikuar, për t'u rigjeneruar e për t'u kthyer përsëri me energji më të forta, më të larta. Dita e premte, mbyllet e bukur e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që vazhdon në dita e premte dhe ditën e shtunë, që më pëlqen, e di pse dita e shtunë, sepse ju pikërisht të kuptoni që jeta juaj ka ndryshuar, ju keni ndryshuar, nuk keni më të njëjtët. Dhe pavarësisht se sa problematika kaluat, ajo çka kuptoni është se nëse vetë je i fortë, çdo gjë mund ta përballosh, çdo gjë mund ta kalosh me sukses dhe mjafton të jesh vetë mirë dhe çdo gjë mund të bëhet përsëri mirë. Dhe këtë gjë do ta kuptoni pikërisht ditën e shtunë. Çfarëdo gjë, me çfarëdo gjë dhe çfarëdo situate u lidh kjo ditë. Me çështje shëndetësore, ja dilni, ja dolët. Me çështje ekonomiko-financiare, përsëri vlen e njëjta gjë. Me jetën tuaj që po stabilizohet në vija të përgjithshme, po. Pra, ajo çka kuptoni është se nuk ka rëndësi sa vështirësi vini jetë. Rëndësi ka se sa i zotuar jetë të kalosh të vështirësi dhe të fitosh mbi vështirësitë. Dhe ju këtë gjë kuptoni pikërisht ditën e shtunë. Por sido që tjetër është dita që po ndikon për sa i përket shëndetit dhe premton se nuk do të keni problematika prej këtej në vazhdim. Është një ditë shumë e bukur për të diskutuar dhe për të transmetuar mendimet tuaja, sidomos në qoftë se do të keni ide shumë të rëndësishme në lidhje me të ardhmen tuaj dhe objektivat që keni, sepse gjejnë korespondojnë me gjejnë teren edhe zhvillohen më tej. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita e dashurisë, është dita e financave, është dita për të dalë, për t'u argëtuar, për takuar miq, për t'u ndjer vetvetja, për ta dashur veten, dhe pse jo për jeni vetëm, ekziston dhe mundësia e njohjeve të reja, por dhe përsa i përket çështjeve të karrierës dhe të punës, mundësia e ofertave dhe propozimeve që nuk duhen anashkaluar dhe as nuk duhen marrë kështu lehtë, por seriozisht. Përshëndetje juve që synimi keni qiellin, do thosha, juve shenja e shigjetarit, dhe uroj vërtet që kështu t'ju vej dhe kjo javë, objektivat tuaja dhe qëllimet tuaja të gjitha të arrijen, dhe limiti është qielli dhe ne këtë e dim gjithmonë si shprehje, paktën kështu e kemi, kështu që dhe ju mos e harroni. Tani përsa i përket dëshirës tuaj për të rezervuar takimin tuaj në privat, këtu në Zodiac Oracle, shumë mirë më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket tani ditës së nesërme, çfarë po ju thoshe që për ardhmen? Arritja objektivave, qëllimeve, juve që qëlloni dhe synoni lart në qiell, ja ku jeni. Pra, me sa duket nesër arrini një qëllim shumë të rëndësishëm, një objektiv juaj shumë i rëndësishëm arrihet dhe jo ju lumturon, por me të vërtet si ju jep të kuptoni që ja u arrit ky qëllim. Dhe nuk është qëllim i vogël, qëllim jete. Diçka që kishit vënë vetes qëllim, dhe kishit kthyer në qëllimin tuaj të jetës, duket se arrihet nesër, çfarë do gjë qoftë kjo. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë, nuk e di sa ju lidh me shenjat e ujit, por që do të thotë intuita juaj ka përqen shumë e lartë, keni parasysh se çfarë intuita juaj ju thotë, mos u nxitoni për të marrë vendime të rëndësishme nëse ju thotë prit, lëviz vendin nëse thotë lëviz, por çdo që intuita juaj ka për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm në vendimarrjet tuaja ditën e martë dhe besoj se fal saj edhe nuk do të gaboni, por përkundrazi mund të arrini dhe një objektiv shumë të rëndësishëm. Përsa i përket ditës së mërkur, është çik e çuditshme dita e mërkur, ndryshe nis, ndryshe vazhdon dhe ndryshe bitiset, do filloj çik çuditshëm me një farë melankolie, me mendime negative, me pasiguri në vetvete, me qëra që nuk ju ecën ashtu sikurse i doni ju. Aty nga mesdita fillon edhe bëhet edhe më trysnues situata, acarimi bëhet edhe më i madh,
mund të arrini në debate, ju lutem shumë mos e bëni këtë gjë, do shikoni që është çdo gjë kalimtare, ka një arsye pse ndodh. Arsyeja është ju të kuptoni se duhet më mirë ta menaxhoni veten, më shumë ta keni veten në kontroll, më mirë të organizoheni, më mirë të mbani agjendë dhe kaq, nuk ka ndonjë gjë kush e di më shumë se kaq, domethënë. Kujdesa me çfarëdo gjë ka të bëjë me ekonomi, me premtime, me përfshirjen në situata të tilla, sepse mund të ngatëroni vërtet keq. Edhe të mos mbaroj këtu, po të mund të zgjasi edhe më shumë se kaq. Për sa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte bën të kuptoni pikërisht që do të dilni nga bota e ëndrave dhe çuditërave, ajo që ju thash. Do ta shikoni realitetin me sy më objektiv dhe nëse ju vetë nuk ja dilni dot ta bëni këtë gjë, atëherë lejoni individët të cilët ju duan të mirën të ju orientojnë. Në të kundër do gaboni dhe gabimet do të jenë të mëdha. Dhe pastaj ta mbritni në fillim. Për sa i përket ditës së enjte, atëherë për sa i përket ditës së enjte, dashuria fort qëndron në jetën tuaj, keni një lidhje shumë të fortë me një individ të rëndësishëm, dhe ndoshta është dhe kjo arsyeja pse kjo lidhje do të ecë shumë mirë, ose mund të kuptoni se një lidhje e cila keni nisur, marrëdhënie e cila keni nisur, është thjesht fizike, do të thotë një tërheqje fizike dhe asgjë më shumë se kaq. Për të gjithëve që keni pas problematika në çift, vetëm fal faktit të tërheqjes fizike të lartë që keni me njëri tjetrin, them se ja dini të mposhtni çdo lloj bllokese dhe të rigjeni përsëri të rindizni përsëri atë flakën e humbur. Premte kjo. Përse i përket ditës së shtunë, dita e shtunë nuk e di përse sabotoni veten, nuk e di për çfarë kjo ndjesia e fajt, por sido që dihet mos e lini të prish kaq shumë punë, shikoj që vërtet ju prish shumë punë. Çfarëdo gjë e qoftë, duhet të kuptoni që kur diçka bëhet mbaron, nuk vrie vetën sa të duash, ti nuk e kthen dot më situatën pas. E vetmja që mund të bësh është thjesht ta pranosh atë, të bësh paqe me veten, të vazhdosh përpara. Nëse nuk e bën kaq gjë, atëherë çdo gjë të kthehet në manipulim, çdo gjë të kthehet në vuajtje edhe humbet veten. Kështu që e shtuna, kujdes me ditën e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e lajmeve shumë të rëndësishme që tregojnë se arrit një objektiv i caktuar, mund të jetë një marrëveshje që keni nisur, mund të jetë një lajmëri nga puna, mund të jetë një person i cili kërkon t'ju rikontaktoj, çfarëdo gjë qoftë, duket se është pikërisht dita e lajmeve që prej shumë kaq kohësh i prisnit dhe që mbartin dhe mesazhin e shumë pritur prej jush. Përshëndetje, përshëndetje Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbar, nuk dua të zgjatem shumë, do t'ju them vetëm se nëse vërtet dëshironi të rezervoni takimin tuaj këtu në Zodiac Oracle, atëherë më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290 dhe unë nis direkt me ditën e hënë, e cila thotë se keni dyshime dhe keni mungesë dhe besimi, që do të thotë në qoftë se nesër duhet të merrni vendime të rëndësishme, ose në qoftë se do ju bëhet një propozim dhe që normalisht me atë tip propozimi apo oferte ju duhet të vendosni se çfarë drejtimi do merrni, nuk e keni as vetë të qartë, kështu që dita e nesërme çfarë të them? Do të thosha më tepër mundoni të fitoni kohë, mundoni të mos merrni vendime imediate, nëse mund të blini kohë blini, sa të mundeni, nëse pastaj nuk ju pret kohë, atëherë nuk e di, dyshimet tuaja në veten tuaj, në vetvete, them se kanë për t'ju prishur goxha punë nesër, që nuk e di. Shohim se do ju vej. Përsa i përket ditës së martë, pra dita e martë do gjë thotë, në qoftë se doni t'ja dilni me sukses, ose të keni sukses në këtë realitet të ri që është krijuar në jetën tuaj, qoftë një lidhje e re, qoftë kjo një bashkëpunim i ri, qoftë kjo një karrierë e re, një çfarë familje e re që po krijon, çfarëdo gjë e qoftë, nëse nuk do dini të përshtateni, atëherë nuk do ja dilni dot të keni sukses. Sa më mirë të dini të përshtateni në këtë situatë që ndodheni, sepse tillë është, aq më shumë sukses do të keni. Kështu që çdo gjë varet nga përshtatshmëria juaj. Ju do tillë jeni, dini të përshtateni, por ndonjëherë nuk e di pse i bëni gjërat ndryshe. Tani përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita që ju tregon se pavarësisht vuajtjeve, nuk po flas, kjo nuk është vuajtje vogël, kjo është të kesh një kryq mbi supe, dhe ato kryqin e madh të fortë të rënd që me zi e mbart
me vete. Ajo çka kjo ditë tregon është se këtu është fundi i vështirësive, po kaluat shumë sigurisht, por dhe shpresa ja ku po rikthehet, po dhe mundësit ja ku po rikthehen, dhe pavarësisht asaj çka iku dhe nuk do kthehet më sigurisht, ju keni mundësi më të mira për të realizuar në një të ardhme. Kështu që mund të prisni një ofertë shumë të mirë pune, mund të prisni një person të ri në jetën tuaj, mund të prisni një situatë që ishte keq fare bën nuk do bëhet për më mirë, çfarëdo gjë që qoftë është drejt përmirësimit të vetë, këtë që ta vini re pikërisht ditën e mërkur. Përse apo është edhe dita e zgjimit, që çfarë ka për qëllim, të kuptoj individi që nuk duhet të martirizohet për të tjerët, të kuptoj që nuk duhet të umbasi veten për të tjerët, të kuptoj që e ka vetë të ardhmen e vetë në duart e veta dhe vetë mund të shpëtoj veten e vetë. Kështu që kështu vjen kjo dita e mërkur edhe për ju. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju lidh me shenjat e ajrit, kështu që me sa duket diskutime keni për të pasur ditën e enjte me këto shenja diskutime, dhe nuk janë diskutime të lehta, se janë diskutime që mbartin edhe të vërteta, edhe fjalë të rënda, ndëse se doni dhe kështu, edhe zbulime nga më të ndryshmet. Nuk e di se si do i përballet situata, sido që të jetë keni parasysh një gjë, për çfarëdo gjë që i vjen fundi, gjithmonë ka mundësi për një fillim të ri. Kujdeset të manipulimin, nuk e bëni mirë. Vetëm kur doni ta bëni siç duhet e bëni këtë lloj manipulimit, përndryshe gjithmonë e posoni në një farë mënyre. Kur e inte, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e dëshirave që bëjnë realitet. Pra këtu një dëshirë bëhet realitet, keni kohë që po e prisni, keni qenë në verë që po e prisni këtë gjë, dhe ja ku tani del dhe realizohet ashtu sikurse e prisnit. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që bashkarisht shkon me këtë ditën e premte, pikërisht në atë momentin që menduat se humbi çdo gjë, që nuk realizoi më asnjë gjë, që humbët me pak fjalë dhe u dorëzuat, pikërisht në atë moment fati ju vjen nga të katërta anët e rruzullit toksor dhe insiston që ju të arrini objektivin tuaj. Kështu që dita e premte, dita e shtunë është arritje objektivash, madje pa u lodhur juve fare. E pa u munduar fare, dhe përsa i përket ditës së diel, edhe më bukur akoma, këtu finalizohet qëllimi juaj përfundimtar, se do jetë një bashkëtesë, do jetë një finalizim në një martesë, do jetë një fëmijë që vjen në jetën tuaj, sepse varet çfarë dëshire keni, se do jetë suksesi që vjen në jetën tuaj, do shkëlqeni nëpër skena, në para projektorëve, nuk e di se çfarë do jetë, uroj të na shkruani, të na thoni dhe uroj vërtet që kështu t'ju ndodhi të dashurit e mi, sepse vërtet që e meritoni. Përshëndetje një ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë që uroj që të jetë e bukur edhe kjo, të sjellë realizime, të sjellë mundësi, ta kaloni sa më mirë. Sido që të jetë, nëse dëshironi të rezervoni takimin tuaj në privat, atëherë më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 290. Do të jem shumë e kënaqur t'ju shërbej. Atëherë e nisim me ditën e hënë sikur se thamë. Dita e hënë është hapja sysh që nesër dita e shikoni realitetin për atë çka është dhe jo për atë çka mendonit ju se ishte realisht. Kështu që duke qenë se do keni këtë qartësi mendimesh, qartësi idesh, mendja trurisht i ktjellët, atëherë jeni në fazën tuaj më të mirë për të marrë vendime të rëndësishme, për të pozicionuar siç duhet, për të zgjidhur një çështje me rëndësi, për të bërë bisedat e dura me individët e dur dhe në përgjithësi për të kuptuar se ku qëndroni dhe ku po ecni me jetën tuaj dhe fundi askush si aeth më. Kështu që intuita luan një rol shumë të rëndësishëm për ju nesër dhe është edhe kjo burimi i suksesit tuaj i vërtet. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e mbylljes së cikleve, mbaron karma, e bëri punën e vet, ju lodhi, ju dënoi, ju ngri, ju rrëzoi, ju ngrë përsëri, sido që të jetë ikën mbaron diçka dhe fillon diçka e re, pikërisht ditën e martë. Ku mund të jetë kjo? Kudo? Nuk e di, mbyll një peripeci me shëndetin tuaj. Hajde rigjenerohemi përsëri. Ikën një person nga jeta juaj, punë e madhe, ja ku puna vjen dikush tjetër. Ika nga një vend pune, gjeta një vend pune më të ri, domethënë për çfarëdo gjë që ikën dhe mbaron vjen diçka më e mirë, kaq mbajeni mend për sa i përket ditës së martë. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë ju angazhon me çështje prone, çështje trashëgimie, çështje alturimesh, çështje shpërnguljesh, çështje shitjesh ose vlerjes së një banese, çështje
bashkëpunimit e mund, çështje bashkëtesash, ose në përgjithësi ju jep të kuptoni që më në fund jeni stabilizuar jetën tuaj, u lodhët shumë por ja ku ja dolët, edhe me shëndetin tuaj, dhe me financat, dhe me çfarëdo gjë që përfaqëson sigurinë e jetës tuaj, aspekt material, financiar, të gjitha këto së bashku, çon si ka, ja ku po arrit edhe qëllimi juaj. Dhe ndoshta aty edhe shtohet familja me ndonjë individ më shumë. Ose thjesht do prisni në familjen tuaj person që keni kohë pa I parë. Dhe bashkohet familja dhe bëhemi shumë përsëri. Përsa I përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që ju ofrohet ndihmë për atje ku nuk arrini dot vetë, të zgjidhni problematikat e caktuara. Pranojeni këtë ndihmë, po mundoni të kujtoni se nëse nuk lëvizni dhe juve vetë duar e këm, asnjë gjë nuk ka për të shkuar siç duhet, kështu që po ju them edhe një herë, ndihma nuk ka për t'ju munguar dhe do jetë rastësi, do jetë fat, do jenë individ që vinë jetën tuaj çon si ka, bëni dhe ju pjesën tuaj që të arrijë tamam ajo çka duhet të arrijë dhe ju të keni vërtet sukses. Përsa I përket ditës së premte, dita e premte është dita që duhet të kujtoni se kush jeni, nga erdhi, çfarë objektivash kishit, çfarë dëshirash kishit dhe çfarë ëndrash kishit dhe çfarë doni të arrinit. Pra, duket se zgjoheni, kuptoni potencialin që keni dhe mundësi që keni për të realizuar, dhe do të jetë pikërisht kjo ajo çka do të sjellë dhe pikërisht suksesin, pra prej këtej në vazhdim edhe për ju. Kërkoni të drejtën tuaj sigurisht, ngrini zërin sigurisht. Nuk e doni më keq trajtimin sigurisht. Kështu që është ditë e bukur kjo dita e premte, ju hap sytë dhe ju sjell ballë për ballë me realitetin, por është diçka e cila nuk ju trem më, por ju bën të kuptoni se do ja dilni sepse ju gjithmonë ja dilni sepse jeni të fortë dhe dini se si menaxhoni situatën. E premtja kjo. Por sa I përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e udhëtimeve të largëta, është dita që favorizon tregtin, turizmin, paran, jap-marr, është dita që duket sikur po fillon diçka e re ose keni mundësi për të nisur diçka të re, e cila do të duket aty nga djetori se si realisht ka për të shkuar. Mund të jetë një shpërngulje në një shtet të ri, mund të jetë thash një udhëtim që e keni udhëtim jete, ama mund të jetë një filozofi e re jete. Pra mendime të reja që u shoqërojnë prej këtej në vazhdim, mund të jetë një njohje që po çon pak a shumë në një lidhje, çfarëdo gjë qoftë, do shpaloset mirë e bukur diku aty nga djetori, do prisni pak. Por që nisma bëhet ditën e hënë martë mërkure, enjte premte e shtunë, që I bjen, enjte premte e shtunë, po. Dhe përsa I përket ditës diel, kujdes nga gënjeshtar, dikush po ju gënjen, dhe dikush po mund të ju mashtroj. Nuk ecën gënjeshtra dhe nuk ecën mashtrim, po s'do që do zhgënjeni një çik, do të thënë do ju vi çikinat dhe me veten. Kështu që kujdes me ditën e diel. Mos lejoni individ të ju gënjejnë, ju mashtrojnë, mos u bëni ju të tillë. Kujdes me gjithë ata që fusin hundët në jetën tuaj dhe shpikin situata sepse ju keq orientojnë. Pra, në vija të përgjithshme, kujdes me këto gjëra ditën e diel. Përshëndetje një peshqve dhe mëse më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Çik vështirë nga fundi juaj, diçka po ndodh me dashurinë, me financat, kujdes. Kujdes sepse është një moment që vërtet duhet të reflektosh, një moment I cili duhet të kesh arsyen parimore dhe parësore për të mos gabuar dhe për të mos arritur në humbje të mëdha, si në dashuri ashtu dhe në financa. Sido që të jetë, ju uroj një javë të mbar sikur se thash, ju në qoftë se dëshironi të rezervoni takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin në WhatsApp 069 620 2290 dhe unë nis direkt me ditën e hënë duke ju thënë se këtu në qoftë se një situatë është konfliktuale në çift nuk I edhim benzin zjarrit apo vaj zjarrit sepse jo vetëm ne që dëgjojmë, po djegim një qytet të tërë, kështu që me kujdes. Çfarëdo gjë ju acaron nesër, çfarëdo gjë ju intrigon nesër ose ju detyron që të ktheni përgjigje apo të hyni në debat, mundoni ta shmangni pikërisht këtë gjë, sepse do të jetë vështirë pastaj ta menaxhoni situatën prej atij momenti e në vazhdim. Kujdes dhe përsa I përket ambjentit të punës, por kujdes domos marrëdhënies tuaj në çift.
Përse i përket ditës së martë, dita e martë u lidh me shenjat e zjarit dhe çfarë tregon iniciativë, dëshirë për të vazhduar përpara, për të sjellë ndryshimin në jetën tuaj, një ide që do të keni që është më fenomenale, shumë energjik që mund të ndjeni gjatë kësaj dite, ose thjesht fakti që do të keni të bëni me individ të tillë, prap ju shtyn për të marrë iniciativa, për të shijuar jetën, për të për t'ju dhënë një stimul për të vazhduar përpara në përgjithësi. Përse i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e pastërtisë, së fjalës, së veprimit, së mbështetjes, së dashurisë pa kushte, së premtimit se çdo gjë ka për të shkuar mirë, së sistemimit të çështjeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me financat, kanë të bëjnë me dashurinë. Ky është një moment që çdo gjë kthehet në normalitet, çdo gjë që ishte problematik mbaron dhe mbyllet këtu, çështjet zgjidhen pa u lodhur pothuajse fare dhe prej këtij në vazhdim asnjë nuk përsëritet më, asnjë e keqe nuk përsëritet më në jetën tuaj, por përkundrazi ju mund të jetoni lumturinë, ose mund ta shijoni lumturinë. Për sa të zgjasë shënd si ka, por që do zgjasë në kohë, sido që të jetë. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita e fatit të madh, jackpot. Varet se do i luani zaret, por sido që të jetë është mundësia për fitime shumë të mëdha dhe ekonomiko-financiare, po dhe në përgjithësi për të kapur një mundësi jete. Çfarë do gjë mund të jetë kjo? Çfarë do gjë varet se ku ju lidh? Kërkoj të blej shtëpi, model përpara okazioni, kërkoj do të jemi i realizuar në jetë, op që i personin e dur, po do të ketë çik para, opa dhe atë paket, por kam nevojë për të ardhura, opa bashkëpunimi. Çfarë do gjë e qoftë, domethënë, duket se është shpatë dhe duhet ta shfrytëzoni sepse për mirë ju del, nuk ju del për keq, problemi është nuk zgjat shumë. Prandaj dhe duhet të kapet pikërisht në atë moment që vjen, pa u menduar gjatë. E hënë e martë e mërkur e ejtë ishte kjo. Përsa i përket ditës së premte, ditën e premte mos çani kokë, të mbrojtur jeni, ecni përpara, vazhdoni me objektivat tuaja, asnjë gjë keqe nuk ju gjen, pra jeni të përjashtuar nga rreziku. Dhe sikur rreziku të jetë pjesë e jetës tuaj, nuk jeni ju disponibil për të. Martë, mërkur, ejtë e premte, thamë po. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që o kujdeseni për kafshët tuaja shtëpiake dhe ju të shenjë se peshqve i doni shumë dhe fëmijët dhe kafshët shtëpiake dhe bimët, keni një dashuri kështu që vjen atyshëm, sido që të jetë o kujdeseni për dashurinë e vogël të jetës tuaj, nëse edhe mund të ketë nevojë për kujdesjen tuaj, ose do të merrni një, do të blini një, do të bëheni me një pjesëtar më shumë, qoftë edhe një 4 putrosh apo varet çfarë do jetë. Sido që të jetë, keni parasysh kafshët janë jetë, ju betojmë që janë jetë, edhe kush i ka është me të vërtet me shumë fat që i ka. Kështu që kështu përsa i përket ditës së shtunë, ju dashur të shenjës së peshqve. Përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita e realizimit të ëndrave. Shumë e bukur, me të vërtet ku vjen tu është një frymëzim, nuk e çaj ide do u shkrevet në kokë, por që nëse do dini ta shfrytëzoni apo ta përdorni ashtu siç duhet, pa frikë, atëherë me të vërtet që mund të bëhet, mund të sjellë realizimin e jetës tuaj. Çfarë do gjë mund të jetë kjo gjë, nga një dashuri e re, nga një ide që keni dhe që mund të ndryshojë komplet jetën tuaj, që nga një dëshirë juaj që kthehet në realitet sikur se u thash, nuk e di. Nuk e di çfarë do jetë, por në kontakt do jemi dhe do më shkruani vetë.